Selena Gomez dhe Hailey Bieber kanë patur një marrëdhënie jo të mirë me njëra tjetrën. Dhe unë mendoj se shkak për këtë më shumë kanë qenë fansat e tyre, se sa ato vetë. Duke qenë se njerëzit kanë qenë të afeksionuar pas marrëdhënies së Selenës me Justin, ata nuk e kanë mirëpritur Hailey-n dhe përkundrazi e kanë sulmuar gjithnjë dhe kanë cilësuar si kur ishte Hailey shkaku që Selena dhe Justin nuk janë më me njëri tjetrin. Mirë po, pak vite më parë, ato u panë në foto dhe të përqafuara me njëra tjetrën në një event të caktuar dhe u përfolë se gjithë mosmarrëveshjet e tyre kishin përfunduar. Mirë po, pas kësaj, dyshja ka reaguar nëpërmjet Instagramit duke i dhënë like postimeve të njëra tjetrës. Postimi i fundit ka qenë kur Selena shpalli fejesën e saj me Benin dhe Hailey i bëri një like. Mirë po, ka qenë ky personazhi këtu, i cili ka bërë një video duke komentuar çiftin Selena dhe Benin dhe duke thënë se nuk e di se cili prej tyre është më i shëmtuar. Dhe më pas ka bërë një video tjetër ku tregon se Hailey Bieber i ka bërë like atij postimi. Pra, fansat janë çuar në këmbë, duke thënë se përsëri pas ka një problematik mes të dyjave. Duke qenë se videoja e postuar për Selenën dhe Benin ishte ofenduese dhe se Hailey i bëri like. Pra, era dakord me parafolsin. Nëse ne nuk e dim akoma se si do të vijojë historia shumë vjeçare e këtij trekëndshi, por drama duket se nuk do të përfundojnë kurrë me sa shohim.